Ja të kemi sërish së bashku dhe si që dhe ju thash, sot të flasim për atë se si agjërimi ndikon në organizmin tonë. Kështu që pa unë burko, unë do doja që ta përshëndes dhe emisavirin të cilin e kemi pjesë të këtij emisioni sot, Dr. Begim Zhaku, kardiolog. Doktor, faleminderit që jeni pjesë e këtij emisioni sot për të folur për këtë temë që besoj se ka shumë për të folur, por ne do mundohemi që ato gjërat kryesore t'i themi për gjatë minutazhit të sotëm. Faleminderit shumë Argjira për ftesën, edhe më lejo që edhe unë fillimisht të gjithë besimtarët musliman të uroj një agjerim të lehtë edhe lutje të pranuara, dhe qoftë ky një muaj i rinkarnimit shpirtëror, po pse jo edhe atij shëndetësor. Më vjen mirë që ke marrë një iniciativë për të biseduar për çështje të tilla, sepse realisht shohim që çdo herë çështje të tilla dalin pak kontekstit shkencor dhe ndoshta kur është vetëm i përfshirë konteksti fetar, në impaktin që mund të arrijë në publik mund të jetë më i lartë. Dhe të falenderoj sepse çdo herë ka ekzistuar mendoj një gap, një hapësirë boshe, sepse shumica mendojnë se feja dhe shkenca kundërshtojnë njëra tjetrën, por realisht asnjëra as tjetra nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën. Ato janë si dy krahë të një zogu dhe normalisht kur fluturohet me dy krahë dhe jo me një. Kështu që aspekti fetar dhe aspekti shkencor është shumë i rëndësishëm. Por a duhet ne të agjerojmë që të jemi të shëndetshëm? Sigurisht që neve pacientëve shpeshherë u japim këshilla që duhet të kenë kujdes me ushqimin, duhet të bëjnë dietë, të ruhen nga ushqimet e përpunuara etj. Po sa u përmbahen pacientëve këtyre këshillave, ne jemi koshient që edhe nuk ndodh ashtu. Prandaj edhe ky emision dhe këto që do t'i flasim sot tu nuk do të thotë që ne duke i dhënë këto fakte shkencore do t'i bëjmë ato që kanë ndërmend të agjerojnë dhe që po agjerojnë, që të jenë më të kujdesshëm ose të rritet numri atyre që agjerojnë, sepse fundit kjo është një besim në dogmë se është diçka që është patjetërsueshme dhe që duhet me fetë nga aspekti fetar duhet plotësohet. Por pasi është dhënë nga aspekti fetar, të shohim se cili është backgroundi shkencor, sepse sigurisht që çdo gjë që është bërë obligim nga ana e fesë dhe prej fjalës Zotit, sigurisht që ka benefitin shkencor dhe pikërisht më vjen mirë që sot ne do zbulojmë se cilët janë ato benefite shkencore të cilat trupi jon i përfiton gjatë këtij procesi të agjerimit. Përpara se të kalojmë tek përfitimet, më thoni pak në aspekt shkencor, çfarë ndodh me organizmin ton ndërkohë që ne agjerojmë? Numri i proceseve të cilat ndodhin gjatë agjerimit është me të vërtetë i madh dhe mënyra se si trupi reagon ndaj këtyre ndryshimeve është me të vërtetë briliante dhe që të bën të mendosh se kjo nuk është një rastësi, por është një kompleksitet mjaft i mirë orkestruar dhe i harmonizuar. Nuk thon kot që dia është pasuri dhe forcë, sepse duke kuptuar mekanizmin se si funksionon çdo organ, çdo ind i trupit ton, ne kuptojmë edhe madhështinë e Zotit. Dhe nuk ka më mirë se sa të kemi pra si thash pjesën fetare dhe atë shkencore të ndërthurura njëra me tjetrën për të parë se me të vërtetë cila është esenca ndoshta edhe e krijimit ton. Duke nisur që nga pushimi që merr trupi gjatë muajit të Ramazanit, sepse ne e dimë dhe jemi koshient që jetojmë në një kohë kur dinamikat jetësore janë shumë të shpejta. Ne lëvizim gjithmonë më shpejt, mundohemi të kryejmë punë sa më shpejt. Mediat sociale gjithashtu kanë impaktin e vet në gjithë këtë vorbull dhe me të vërtetë organizmi lodhet. Duke shtuar këtu edhe ushqimin të cilin jemi koshient që nuk është në ato nivelet më të mira cilat duhet jetë, sepse duke qenë se lëvizim shpejt, harxojmë energji shpejt, kemi nevojë për të rikuperuar ato energji shpejt dhe shpeshherë junk food ose ushqimin, le të themi ushqimin jo kualitativ neve e konsumojmë për shkak të mungesës së kohës, shpejtësisë së punës dhe gjitha këto që i përmenda. Dhe sigurisht që faturën e gjithë këtij angazhimi do ta paguajë organizmi. Ne jemi koshient që mbas pandemisë COVID-19 nuk ka më një klasifikim të sëmundjeve, se këto janë sëmundje që i përkasin moshës së shtyr dhe këto janë sëmundje që janë për të moshën mesatare ose këto janë sëmundje pediatrike, sepse tani mbas pandemisë me të vërtetë ka ndodhur një ndryshim të cilin ne duhet shumë mirë ta ulumtojmë edhe kur të flasim për këto temat të jemi konsekuencë, sepse edhe të rinjt po vuajnë pasojat ndoshta dhe paraqitjen e disa sëmundjeve të cilat të rinjt më përpara nuk i kanë patur.
është ajri i ndotur, është stresi, është ushqimi jo kualitativ, pagjumësia që normalisht ndikon blue light ose ndriçimi i tepërt të cilët sytë tonë marrin nga ekranet të cilët i shohim çdo ditë dhe sidomos para gjumit. Mbaj me një studim që thoshte se rreth 90% e fëmijëve para se të flejnë kalojnë minimum 1 orë para ekranit dhe sigurisht që gjithë kjo ndikon në çrregullimet fiziologjike të organizmit dhe pikërisht në këtë muaj ne gjejmë mundësinë që organizmi jonë të pushojë, të shfrytëzoj ato depot, të filloj ai procesi i autofagisë dhe i pastrimit qelizor, cilat ne besoj që do t'i tejkalojmë tani në çdo ndoshta pyetjen tuaj pa dashur unë të zgjatem më shumë me këtë pjesën e parë hyrëse. S'ka problem, më pëlqeu kjo që e sqaruam hym deri në nivel qelizor. Çfarë ndodh realisht me qelizat tonë për të kaluar pastaj tek indet, tek organet, dhe të kalojmë në fund edhe tek sistemet, duke sqaruar dhe secili sistem ndoshta preket më shumë ose më pak ose çfarë ndikimi ka në secilin sistem. Ne fillojmë nga baza, nga qeliza. Çfarë ndodh? Pra, normalisht gjithçka ndryshimi fillon prej qelizës. Gjithsesi ne dimë se brenda trupit ton janë rreth me miliarda mitokondrit të cilët janë përgjegjëse për prodhimin e energjisë, sepse realisht aty ndodh cikli i Krebsit, procesi i frymarrjes qelizore. Mirë po, unë sot duhet jem edhe shumë i kujdesshëm sepse e di që ndjek edhe një auditor që ndoshta nuk është në nivelin të kuptoj të gjitha proceset që do i sqarojmë, prandaj do mundohem të flas edhe me një gjuhë më thjeshtë. Pra ato janë fabrikat të prodhimit të energjisë. Pra mendoni mirë miliarda fabrika të cilat punojnë brenda trupit ton pa bërë zhurmë dhe duke punuar 24 orë pa ndalur në 365 ditë. Do thotë me të vërtetë organizmi lodhet dhe sigurisht që ka nevojë për pushim. Pikërisht gjatë momentit kur ne fillojmë dhe abstenojmë nga ushqimi, atëherë fillon ndryshimet qelizore, gjithsesi aktivizimi i proceseve të autofagisë, pra të ngrënies së qelizave, por cilat qeliza i han trupi. Pra, ne dimë se procesin e fagocitozës këtu do ta kryejnë makrofagët. Gjatë agjerimit ka studime shkencore të cilat tregojnë se rritet numri i makrofagëve. Dhe këto makrofag pikërisht kanë sinjal që të shkojnë në ato qeliza të cilat janë më të vjetruara ose qeliza të cilat janë më të lodhura dhe të bëjnë pastrimin e tyre. Gjithashtu, gjatë kësaj faze ndodh procesi i uljes së inflamacionit, pra një inflamacion kronik, por edhe inflamacionet të cilat mund të jenë akute ose subakute. Në këto raste, domethënë, kemi ulje të citokinave proinflamatore, ulje të interleukinave, të faktorit tumoral nekrotizues TNF-alfa dhe të CRP-s. Dhe sigurisht duke vazhduar mandej tek indi, ku le të flasim këtu më shumë për shtratin vaskular, ku e kemi pjesën endoteliale, pra të qelizave endoteliale. Të gjithë organizmat, pavarësisht tek ju, tek unë, tek më të rinj, por edhe tek një moshë pak më e shtyr, ne kemi një lloj disfunksioni endotelial. Disfunksioni endotelial që është përgjegjës mandej për krijimin e pllakave aterosklerotike. Dhe pikërisht gjatë këtij procesi, në momentin kur vin dhe trupi abstenon nga ushqimet, fillon ai procesi që tham i spastrimit qelizor dhe stabilizimit të pllakës aterosklerotike, por edhe këtyre qelizave endoteliale. Sigurisht që kjo ka shumë rëndësi edhe mënyrën se si neve e trajtojmë organizmin, sepse nuk do thotë që neve për 8 orë ose 10 orë do të rrim pa ngrënë dhe mandej si të vi koha e iftarit, organizmit t'i japim më shumë se sa organizmi mund të mbajë. Tani të jemi real, unë jam real edhe me veten time që ndoshta duhet bëj një autokontroll më të madh ndaj mënyrës së të ushqyerit, dhe këtu pikërisht do të them edhe një hadith që thuhet se që ka thënë pejgamberi alayhis salam, Muhamedi alayhis salam, që luksi duhet ndarë në 3 pjesë. Një pjesë të jetë me ushqim, një pjesë të jetë me ujë dhe një pjesë të jetë me ajër. Nëse neve mundohemi që gjatë agjerimit, gjatë këtij procesi, që nuk kemi ngrënë 8 deri në 10 orë, dhe mandej kemi bërë këtë ndarje të luksit në iftar, jam i bindur që dobit fiziologjike që do t'i ketë organizmi janë ashtu siç përshkruhen në disa studime shkencore. Por nëse ndodhe kundërta që ne e mbingarkojmë organizmin ton gjatë kohës së iftarit, duke ngrënë më tepër se sa ne kemi nevojë, sepse realisht ndodhin disa ndryshime që ndoshta do t'i përmendim më vonë, që gjatë kësaj faze trupi prodhon disa hormone të cilat menjëherë nxisin procesin e ngopjes. Mirë po, për shkak se tek ne është bërë tradit
zakon që ne në darkë të ham për shembull 1 pjatë ose 2 pjata ose 3 pjata, atëherë ne ham më shumë ndoshta se sa kemi nevojë. Por jam i bindur që prej pjatës së parë, ngrënies për shembull të supave zakonisht, fillon ai procesi i ngopjes dhe nëse ndalojmë aty është shumë më mirë. Por mund të ham në sasi më të vogla dhe mund të ham pak më shpesh në mënyrë që organizmi të ketë mundësi të përpunojë. Sepse nëse ne ngarkojmë tepër, edhe përpunimi është më ngadalë dhe mandej në vend se të kemi dobi, ndodh ana tjetër ku mund të kemi edhe çrregullime të gjitha sistemeve, të shtypjes së gjakut, fryrjes së barkut, të lodhjes, të këputjes, të dehidratimit dhe çështjeve të tjera. Po doktor, do ishte mjaftueshme që ne të hanim aq pak në iftar për shembull? Po, sepse organizmi jon ka depot e energjisë. Dhe pikërisht gjatë muajit të Ramazanit e ka përshkruar në mënyrë shumë perfide edhe një nobelist që është nobelist francez, Alexis Carrel, në vitin 1946, në monografinë e tij L'homme c'est inconnu, nga frëngjishtja ose njeriu ky i panjohur. Dhe nga atëherë ai ka dhënë bazat e para të metabolizmit, ku thotë se gjatë agjërimit trupi jon përdor yndyrna të cilat janë depozituar për 11 muaj. Pra, dhjamrat të cilat janë depozituar për 11 muaj i shfrytëzon në një proces të cilën ne në mjekësi e njohim si procesi i glukoneogjenezës. Sepse ne dimë që organizmi jon të funksionojë, truri jon të mendojë, syri jon të shohë, veshi jon të dëgjojë, zemra të rrakë, mushkëria të marrë frymë, gjitha proceset metabolike kërkon një lloj energjie të metabolizmit bazal. Dhe këtë ne e marrim pikërisht nga shfrytëzimi i sheqerit i glukozës, e cila futet në qelizë dhe jep 38 molekulat e ATP-s. Në këtë rast, kur ne rrim pa ngrënë, trupi ka nevojë për energji dhe këtë energji ku do ta marr? Do ta marr pikërisht nga dhjami i depozituar, që mund të jetë në pjesën viscerale, që mund të jetë në muskuj ose në mëlçi. Me anë të procesit të glukoneogjenezës që në kupton krijimi i materieve sheqerike prej materieve jo sheqerike, gjithsesi këtu vijnë mandej në fjalë edhe procesi i ketozës, i cili është një proces shumë i rëndësishëm me cilat ushqehen qelizat nervore. Dhe ajo që dua të them këtu është se duke ngrënë sasi më të vogla, ne i kemi dhënë mundësinë organizmit, pra jemi treguar oportunist me organizmin, që ai të shfrytëzojë depot cilat ne i kemi në indin dhjamor. Dhe duke i marr depot e vjetra, normalisht ato do të zëvendësohen mandej me depot të reja, në një farë mënyre kemi bërë edhe një reduktim të peshës trupore. Sepse ne dimë që pesha e lartë trupore, dhe fatkeqësisht edhe neve tani më shohim gjithmonë më shumë individë të cilët janë mbi peshë ose edhe obez, është një faktor mjaft negativ, sidomos për sistemin kardiovaskular. Sepse normalisht është një lloj sikur të jeni në një furgon i cili është për 8 persona dhe në atë furgon të futen për shembull 16 persona. Normalisht ju do të ndjeni gusht. Ashtu edhe organizmi ndjet kur ai shkon në mbi peshë. Çfarë ndodh gjatë muajit të Ramazanit, duke rënë në peshë, duke stabilizuar edhe statusin metabolik, ndodh procesi i çlirimit dhe lehtësimit të shtratit vaskular dhe me këtë edhe stabilizimit të tensionit arterial, edhe të frekuencës kardiake dhe normalisht edhe të qetësimit të përgjithshëm të trupit, edhe gjithsesi të shplodhjes, edhe të mirë funksionimit të tij. Cili sistem mendoni se përfiton më tepër nga agjërimi? Unë mendoj se gjitha sistemet përfitojnë shumë nga agjërimi, por unë do të kisha përmendur sistemin, normalisht unë anoj nga sistemi kardiovaskular, sepse zemra është motori ai që furnizon të gjithë organizmin. Mirë po, këtu në muajin e shenjtë të Ramazanit ndodh edhe një proces shumë i rëndësishëm që quhet si neuroadaptimi. Çfarë është neuroadaptimi? Unë marr një shembull shumë thjesht. Për shembull, neuroadaptimin ne e kishim gjatë kësaj fazës së testimit të Safe City, për shembull. Ishin 3 muaj ku e dini që nga dita e parë, dita e dytë, dënimet ishin shumë të mëdha, sepse ne nuk ishim adaptuar me ato kamera, ne vozitnim më shpejt dhe normalisht dënimet vinin më shumë. Po nëse shohim tani, shohim se numri ka rënë drastikisht. Pse? Sepse ne dal gadal u adaptuam ka kamera, ka sistem, duhet ngadalësuar dhe ne tani na u bë si një sjellje, si një zakon i ri që nuk vozisim më shpejt se sa është e lejuara. Neuroadaptimi. Të njëjtën gjë përjeton edhe organizmi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, ose gjatë agjerimit, le të themi, sepse agjerimi është një proces që e bëjnë edhe fe të tjera, po ne kryesisht flasim për
agjerimin në fenë muslimane. Këtu do thotë në fillim, edhe pse mund të jetë në ditën e parë dhe ditën e tretë, një proces që pak individet mund të ndihen të stresuar dhe të mbingarkuar, pak më nervoz për shkak se ndodhin disa ndryshime metabolike, derisa trupi ishte mësuar për shembull që në ora 9 të hajë mëngjesin, të pi kafe ose duan, tani ndodh një abstinencë. Po për këtë duhen vetëm 1 deri në 3 ditë. Dhe mbas 3 ditëve fillon edhe stabilizohet organizmi. Kjo nuk kupton se kur ne lëm 8 deri në 10 orë ose 12 orë sa zgjat agjerimi, ato qepëzat e shijes të cilat ne i kemi në pjesën e gjuhës fillojnë edhe të stimulohen edhe në doza më të vogla të kripës edhe të sheqerit. Pra ne na duhet një sasi më e vogël e kripës edhe e sheqerit që ta ndjejmë në ushqim. Ky është një lloj neuroadaptimi. Dhe ne e dimë se kur marrim sasi më të vogla të kripës, çfarë ndodh? Më pak ujë do të qëndrojnë në organizëm. Përpasoj, më pak ujë do të pimë dhe nuk do të kemi, sidomos pacientët me probleme kardiovaskulare, nuk do të kenë anjtje të këmbëve, nuk do të kenë rritje të tensionit arterial. Pacientët diabetik nuk do të kenë rritjet enorme të sheqerit, sepse edhe pak sheqer i plotëson nevojat fiziologjike të organizmit. Dhe pikërisht ajo që ne i jep sinjale trurit është sigurisht pjesa e senzacionit nga qepëzat e shijes që është në pjesën e gjuhës, dhe kjo sasi e vogël sigurisht që ka dobi mandej në organizëm, sepse më pak sheqer në kupton edhe më pak energji. Dhe trupi normalisht pandej përsëri do të vazhdoj që të marrë energjit nga depot të cilat i ka në formë të dhjamrave ose të yndyrnave. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm dhe është studim shkencor i verifikuar është që gjatë agjerimit prodhohet një protein në tru, e cila njihet si BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Pra një faktor neutrofik i trurit që sekretohet vetëm gjatë agjerimit. Vetëm në momentin kur ju abstinoni nga ushqimi. Ky faktor është parë shumë një faktor i rëndësishëm për ushqimin e sistemit nervor, si dhe stabilizimin e qelizave nervore mbështetëse, gjithsesi qelizave gliale, që i quajmë, ku këtu me theks të veçantë i kemi astrocitet dhe mikroglien. Dhe mendohet që kjo protein shërben si pleu për bimët. Pra, normalisht që ne u hedhim i plerosim bimët në mënyrë që ato të zhvillohen dhe të ushqehen edhe të rriten. Njëjtë edhe kjo protein në tru është duke e ushqyer qelizat nervore, edhe duke e nxitur rigjenerimin e tyre dhe duke e rritur neuroplasticitetin dhe në të nxënërit dhe përmirëson kujtesën. Pra, agjerimi çon në përmirësim të kujtesës. Gjithashtu, agjerimi është parë, siç e përmenda, thash ul neuroinflamacionin, pra inflamacionin, por këtu flasim për neuroinflamacionin, pra qelizat të cilat aktivizohen dhe janë prezente në sistemin nervor për një kohë më të gjatë. Gjatë këtij procesi të agjerimit fillon edhe bie. Kjo që normalisht përkthehet si një mundësi për të prolonguar procesin e plakjes nervore, procesin e sëmundjeve neurodegenerative, procesin e sëmundjeve siç është Parkinsoni, skleroza ose demenca ose Alzheimeri, siç njihet në popullat. Pra, një sër dobish të cilat janë kuadër të sistemit nervor. Por edhe sistemet tjera, siç përmenda tek sistemi kardiovaskular, ka e këtu studime, sepse duke shfrytzuar, duke abstinuar nga ushqimi, duke mos marrë yndyrna të reja, stabilizohet plaka aterosklerotike dhe është bërë një studim e pash që në mënyrë signifikante uleshin yndyra e keqe ose LDL-i dhe trigliceridet dhe kishte një rritje modeste të yndyrës së mirë ose të HDL-it. Dhe gjitha këto procese normalisht që kanë atë efektin pozitiv në organizëm. Më duhet përmend se gjatë procesit të agjerimit, nga indi dhjamor, cilin e gjithë secili e posedojmë, prodhohet një hormon i cili njihet si adiponektina. Adiponektina gjithashtu është një hormon rregullator që rregullon procesin e urisë dhe procesin e ngopjes. Mirë, po ka një faktor shumë i rëndësishëm është që gjatë Ramazanit adiponektina rritet, që nënkupton se individit jep ndjesinë e ngopjes
më shpejt. Dhe nga ana tjetër kishte efekt protektiv në uljen e stresit oksidativ, uljen e inflamacionit edhe proceseve tjera metabolike në organizëm. Vetëm nga adiponektina. Gjithashtu një hormon tjetër që prodhohet është edhe leptina, që jep sinjale trurit që thotë se individi, jep sinjalin e ngopjes. Nga tamthi gjithashtu kemi hormonin tjetër që është kolecistokinina. Grelina, gjithashtu një hormon tjetër që gjithashtu ndikon në procesin e sinjalizimit të hipotalamusit, kur është edhe qendra e urisë, ku thotë se nuk ka nevojë për ushqim ose e ul atë pragun e oreksit. Edhe insulina dhe GLP-1 që gjithashtu kanë efekt frenues dhe inhibues për sa i përket oreksit, por edhe ngadalsojnë procesin e zbrazjes së luktit. Dhe normalisht gjitha këto procese ndodhin, pra këtu nuk është një ofertë paguaj një me dy, këtu është bëj një akt dhe përfito në shumë aspekte. Unë prandaj thash, ndoshta koha nuk na mjafton për të përmendur të gjitha proceset metabolike në cilat përfiton organizmi gjatë Ramazanit, por vetëm ose gjatë agjerimit, por vetëm disa më kruciale, më të rëndësishme, të cilat ndoshta janë edhe më me interes për shikuesin. Tani ne përmendëm të gjitha këto përfitime të agjerimit dhe ka edhe persona të cilët duan që të agjerojnë, por ndoshta edhe gjendja e tyre shëndetësore nuk ua lejon. Cilët mund të jenë këto raste? Kur folim për agjerimin, duhet kemi parasysh që ky proces nuk duhet fillojë ditën kur fillon agjerimi dhe menjëherë organizmi të përballet me një ndryshim drastik. Pra duhet një parapërgatitje edhe për ka nevojë për një parapërgatitje, prandaj edhe 3 muajt e Ramazanit që fillohet dal nga dal individit të mësohet, por edhe mënyra se si do të ndryshojnë zakonet, sepse një terapi që është marrë në mëngjes mbas ushqimit tani duhet të kthehet në terapinë në mbrëmje mbas iftarit. Por këtu duhet ketë edhe një koordinim shumë të rëndësishëm me mjekun e familjes. Mjeku i familjes luan një rol të rëndësishëm sepse ai di në thelb të gjithë pacientët se çfarë terapie kronike marrin dhe çfarë patologjish kanë. Normalisht derisa i kanë në kontroll, sepse shpesh mund ndodhin edhe situata emergjente për të cilat aty nuk mund të themi se kanë një rol të rëndësishëm. Mirë po, më rëndësisht edukimi i pacientit. Edukimi që pacienti varësisht për terapisë që e merr të di se çfarë të përdori dhe si ta përdori atë. Gjithashtu, pacienti duhet t'i thuhet që se si të hidratohet, se sa ushqim të haj, se si të marrë terapinë, se sa aktivitet fizik të kryej, sepse nuk mund të themi tani se ne agjerojmë, edhe tani aktiviteti fizik duhet ndërprer fare sepse nuk kemi fuqi. Jo, të gjitha duhet vazhdojnë, por edhe mënyra se si duhet të kompenzohen lëngjet mandej prej kohës së iftarit deri në kohën e syfirit, sepse shumë e rëndësishme është të bëhet ky distinkcion, që mos vi deri dehidratimi. Shumë ka pacientë cilët marrin diuretik. Dhe tani nëse ai gjithë ditën nuk ka pirë ujë fare dhe ju përsëri në mbrëmje i jepni dozën e plotë të diuretikut, ai do të dehidratohet fare. Nga ky dehidratim do të vijë deri te çrregullimi elektrolitik. Çrregullimi ose disbalansi elektrolitik është i rrezikshëm për gjitha proceset, sidomos për sistemin kardiovaskular dhe sidomos për ato që kanë çrregullime të ritmit. Sepse një ulje ose ngritje e kaliumit, kalciumit, natriumit, gjitha këto janë me pasoja fatale për pacientin. Por çfarë duhet bërë në këto raste? Prandaj thash, një edukim, një parapërgatitje, të paktën 10 ditë para se të fillojë Ramazanit, filloj dal nga dal që terapia të përshtatet sipas zakonit ose sipas mënyrës së të ushqyerit në Ramazan. Pra një lloj parapërgatitje, që kur të vihet, mandej që do të ketë një abstinencë 8 deri në 10 orë, organizmi të ketë fort që të përballet me të. Dhe jo direkt ne ta përballim, sepse nga ana tjetër neve bëjmë dëm organizmit dhe kur bëhet dëm në organizëm është atëherë është një mëkat se sa jemi duke bërë një adhurim. Dhe më vjen mirë që e përmendet dhe këtë pjesë, sepse ajo është diçka që ne duhet ta bëjmë duke mos na ndikuar negativisht ne. Sigurisht sepse edhe trupi edhe shëndeti është amanet cilin ne e mbajmë dhe kemi pasurinë më të madhe që na ka falur Zoti dhe ne nuk duhet ta dëmtojmë, por duhet dim se si të sillemi dhe në mënyrë që ti përgjigjemi edhe atyre rregullave të cilat na janë caktuar si besimtar të kësaj feje.
Doktor, çfarë nuk duhet të ketë në tryezë përgjatë iftarit? Apo nga t'ja nisim, thuaj? Kjo është një çështje shumë delikate kur bëhet fjalë për ne si Ballkana, sepse tek ne ushqimet e përpunuara janë ushqimet cilat janë në tryezën tonë çdo ditë. Pastaj ne pati kështu gjalp edhe yndyra, nuk e llogarisim të shijshme. Domethënë brumrat, po edhe pjesa e këtyre ëmbëlsirave te ne është me shumë sheqerna, me sherbet, baklavaja, sheqerpare. Gjitha këto unë mendoj se duhet nuk them t'i largojmë, sepse përse ne jemi Ballkanës dhe trupi jonë është mësuar me to. Normalisht nuk mund t'i themi se e njëjti organizëm është ai që jeton në polin e veriut ose dikush në Gadishullin Arabik, por gjithsesi duhet patur kujdes në mënyrë që të mos tejkalohen limitet. Por ne i tejkalojmë limitet fatkeqësisht dhe kemi tani edhe përkeqësime të situatës shëndetësore pikërisht për shkak të mos respektimit të këtyre limiteve. Më thënë, mirë është që të reduktohen brumrat, mirë është që të reduktohen ushqimet e përpunuara, sidomos ushqimet me yndyra të pangopura, ushqimet e sterifikuara, ushqimet e konzervuara, më thënë, sidomos të pjesës hidratimit nuk rekomandohet të përdoren pijet e gazuara dhe me ëmbëlsues, sepse edhe ato do të çojnë në një dispepsi, në një çrregullim të tretjes së ushqimit. Preferohet më shumë të përdoret ujti, por mundësisht edhe ushqimet cilat për shembull siç kemi ne taratorin, kur përdorim këto hudrat, sadopak të ndikojnë edhe në tensionin arterial. Përdorimi i langut të limonit tek sallatat, sasi më e vogël e kripës, sepse ne e dimë që Shoqata e kardiologëve evropianë jep një rekomandim që të përdoren rreth 2 gram krip në ditë, në 24 orë. Dhe tani mendoni se sa sasi e vogël është ajo. Mirë është që të përmbahemi këtyre kriteriumeve. Ne kemi shumë ushqime tradicionale të cilat janë shumë të njelmta edhe shumë të ëmbla. Mirë është që të reduktohet sadopak doza e sheqerit edhe e kripës në ato ushqime. A mund të jetë agjerimi dhe pra mënyra e drejtë e agjerimit, duke u kujdesur dhe për ushqimet dhe jo ta teprojmë se s'kemi ngrënë gjithë ditën dhe pa abuzojmë prej në iftari deri në syfyr, a mund të jetë ndoshta kjo një metodë, një mënyrë e mirë për të parandaluar shumë sëmundje, le të themi edhe kardiovaskulare, meqense jemi dhe në profilin tuaj në këtë aspekt? Po, unë i përmenda dobit cilat vinë nga agjerimi. Domethënë, të përdoret agjerimi si një mënyrë për të krijuar zakone të reja. Domethënë, të dimë të sillemi me organizmin, sepse, siç thash, ka studime të shumta të cilat japin benefitin gjatë këtij muaji. Për shembull, atmosfera e mirë që krijohet gjatë muajit të Ramazanit jep një impakt shumë pozitiv në uljen e ankthit dhe depresionit. Është parë që gjatë këtij muaji rritet rezilienca, le të themi, psikologjike. Kjo edhe për shkak të atmosferës, edhe të lutjeve, edhe të energjisë pozitive që e hasim gjithandej me njerëz, me dashamirë, me iftare të përbashkëta, duke shkëmbyer përvoja, por edhe ajo që jemi duke kryer një lloj ibadeti, në një farë mënyre ngre hormonet e lumturisë, siç janë për shembull enkefalinat, endorfinat, GABA, oksitocina, që gjithashtu ka një rëndësi shumë të madhe në uljen e presionit të gjakut. Mandej kemi rritjen e serotoninës dhe dopaminës që në një farë mënyrë e ruajnë atë stabilitetin emocional. Pra gjitha këto përfitime të cilat i marrim, sigurisht që vjen si rezultat edhe një atmosfere të mirë, të përgjithshme e cila krijohet gjatë muajit të Ramazanit. Dhe unë jam i bindur që gjithë secili që futet në këtë muaj, le ta shoh veten e tij në ditën e parë, dytë, tretë dhe le ta shoh në ditën e fundit pasi të mbarojë, dhe do të kuptoj që trupi i tij ka pësuar një lloj ndryshimi. Nuk është kjo vetëm në aspektin shpirtëror, sepse ajo dihet që është e para, por është edhe në aspektin shëndetësor. Do të ndihet më i lehtë, do ndihet se ka kryer një obligim dhe kjo ja jep atë
le të themi organizmi atë ndjenjen e kënaqësisë edhe të përmbushjes, le të themi se e ka kryer një obligim që duhet, dhe normalisht që organizmi, ajo subkonscienca jonë, këtë e heton më shumë se sa ndoshta vetë dia jonë ndonjëherë, sepse shumë gjëra ndodhin ndonjëherë në subkonsciencë dhe ne i shohim pasojat, qofshin ato pozitive ose negative, mbasi të ketë kaluar ndonjë event i caktuar, qoftë ai pozitiv ose negativ. Doktor, ne kemi ardhur drejt fundit të emisionit për sot, jemi në rubrikën tonë të përjapshme, pyet mjekun. Dhe shikuesit tanë kam drejtuar disa pyetje për ju. Do doja ta filloj me një pyetje që thotë çfarë ndodh realisht në metabolizmin gjatë orëve të gjata pa ushqim. Këta edhe e sqaruam edhe në nivel Ne e sqaruam edhe një, por si një lloj rikapitulimi, pra ndodh një lloj nivelizimi i enzimeve të cilat prodhohen nga trakti gastrointestinal. Unë nuk përmenda këtu dhe tani e kam ndoshta pasi erdhi edhe kjo pyetje të përmend se normalisht gjatë tretjes truri gjithsesi tretja kalon në 3 faza. Fazën cefalike kur ne mendojmë ushqimin, fazën gastrike dhe atë intestinale. Kur ne e dim që nuk do të ham për 8 deri 10 orë, ne i kemi dhënë komand trurit ton dhe truri e di që nuk do të marrë ushqim. Përpasoj çfarë ndodh? Nuk ndodh faza cefalike dhe nuk ndodh procesi i sekretimit të acidit klorhidrik. Kur ne kemi bllokim të acidit klorhidrik, sigurisht që kjo ul ato efektet negative dispeptike që vijnë nga dispepsia, nga çrregullimi i tretjes. Dhe mandej ndetja gjatë kohë dhe siç përmenda procesin e aktivizimit të makrofagave, të cilët do t'i fagocitojnë bakteriet të cilët janë në pjesën e zorrës së hollë dhe zorrës së trash, do të kemi një lloj përmirësimi të mikrobiomës, të bakterieve të mira. Studimet më të fundit që nga viti 2021 dhe lart japin një rëndësi shumë të madhe tani mikrobiomës, gjithsesi florës intestinale, sepse flora intestinale lidhet shumë me çrregullimet nervore, por tani së fundi, studimet e fundit tregojnë se lidhet shumë edhe me çrregullimet metabolike, gjithsesi me çrregullimet e sistemit kardiovaskular. Pra një florë shëndosh që rigjenerohet gjatë muajit të Ramazanit është shumë e rëndësishme për mirëqenien e përgjithshme të organizmit. Kështu që i pas ka gjithë këto përfitime, siç e thamë që në fillim. Pyetja e radhës është shumë interesante dhe unë do doja që edhe të shtoj diçka në këtë pyetje, se thotë sa kilogram është normale të humbasësh gjatë një muaji agjerim dhe a është kjo humbje e shëndetshme? Dhe unë do shtoja, po ne që marrim kilogram, ku e kemi problemin? Sigurisht, unë mendoj se edhe një pjesë e madhe për shkak të, siç thash, mos kontrollit të marrjes së ushqimit në iftar, çon në një energji të tepruar që në vend se të harxojmë depot tona, neve i shtojmë ato. Dhe mirë po në një proces normal ku do duhej që sasitë e ushqimit të jenë të limituara dhe të mos mendohet ushqimi, po të mendohet edhe shëndeti dhe të mendohet ibadeti shpirtëror i cili bëhet. Pra ne fatkeqësisht fillimisht mendojmë për barkun më shumë dhe mandej për gjëra të tjera, po sikur ti kishim gjëra të tjera dhe në fund ta kishim barkun, unë jam i bindur që humbja 3 deri në 4 kg do të ishte fiziologjike brenda muajit të Ramazanit. Sigurisht që ka oscilacione, edhe ka studime që shkojnë edhe deri në 7-8 kg, por e preferueshme brenda një muajit të Ramazanit me gjitha këto ndryshimet, të paktën 3 deri në 4 kg janë mëse të shëndetshme dhe fiziologjike. Nëse ne ju përmbajmë atyre rregulla, pra edhe një herë ta them, të ndajmë luktin në 3 pjesë. Një pjesë ushqim, një pjesë me ujë dhe një pjesë ta lëmë me ajër. Tani kjo puna e ajrit, unë e di që është pak e vështirë, sepse them edhe vetë personalisht, unë e kam të vështirë ta lë, por mendoj se është mirë ta provojmë dhe do ta shohim se trupi jonë do të ndihet shumë më mirë nëse ne këtë e aplikojmë. Është hadith, dhe një nga hadithet në fillimisht që dëshira të them është agjeroni që t'jeni të shëndetshëm. Pra vetë fjala që t'jeni të shëndetshëm do thotë që ne duhet t'i përmbajmë këtyre rregullave. Unë do doja vetëm të shtoj diçka që me ushqim ne kuptojmë ushqim dhe ato vlerat ushqimore dhe jo çokoladat. Po çokolata dhe të gjitha të tjera të cilat jo vetëm çokoladat. Sepse ka dhe prej atyre që han diçka të ëmbël, sepse ato e kanë më shumë qefi, shijon më tepër dhe thonë okay, me kaq që përmbylla unë për sot. Me iftarin jemi në rregull. Jo, normalisht. Sa jo nuk është e preferueshme në asnjë mënyrë.
Sigurisht, sepse trupi ka nevojë për jo vetëm për glukosë, ka nevojë për vitamina, ka nevojë për elektrolitë tjerë, të cilët janë të rëndësishëm që të mirë funksionojë dhe të ruajë atë homeostazën. Pra, edhe pse trupi ka mekanizmat e kontrollit homeostatik, siç i quajmë ne feedbackun negativ dhe pozitiv dhe mekanizmat që i kontrollon të gjitha proceset në metabolizëm, sigurisht që ne kemi dorë mbi këto procese dhe ne jemi në fundit edhe atë që ka ham. Po. Sigurisht që nëse nuk ham shëndetshëm, do të jemi të pashëndetshëm, dhe nëse ne mundohemi të ham shëndetshëm, sigurisht që shëndeti do të jetë aty dhe ne do ta gëzojmë. Patjetër. Dhe pyetja e radhës thotë, a ndikon mungesa e ujit gjatë ditës në funksionimin e veshkave? Po sigurisht, sepse këtë shqetësim besoj se e kanë të gjithë ata të cilët mund të kenë ndonjë problem me veshkët. Jo, pacientët të cilët janë kronik, pacientët edhe me sëmundje të tjera, por edhe me çrregullim të produkteve të degradacionit si të urezë dhe të kreatininës, normalisht që janë të liruar prej procesit të agjerimit. Por kur jemi tek individët e shëndosh, flasim për një pjesë më të madhe, duhet kemi parasysh që ne në ditë duhet konsumojmë afërsisht 2 deri në 3 litra ujë. Gjatë muajit të Ramazanit, sepse tani ndodhemi në stinat ku janë të ftohta dhe humbja e ujit nuk është edhe shumë drastike, pra ndoshta nuk kemi nevojë për sasi më të mëdha, koha e iftarit është më e afërt, por gjithsesi trupi duhet përsëri të marrë nevojat metabolike me ujë. Të paktën mbarëm 1 litër të jetë minimumi që individi nga koha e iftarit deri në kohën e syfyrit të konsumojë, sepse nëse humbet metaboliti kryesor i organizmit që përbën 60 deri në 70% të trupit të njeriu që është ujë, sepse çdo qelis, çdo int ka ujë dhe neve atë si të me shtrydhim nga organizmi dhe nuk i japim ato sasitë e nevojshme, atëherë sigurisht që edhe konsekuencat dhe pasojat do të jenë në prapavi. Preferohet që të bëhet kujdes sidomos me procesin e hidratimit, sepse një dehidratim përveç rregullimeve funksionale çon në lodhje, në humbje të masës muskulore, edhe në çrregullime të gjumit. Dhe për pasojën e do të ndihemi më të lodhur dhe kjo atëherë nuk e begaton procesin, po më shumë atëherës e shohim si një lloj, le të themi, dëmi që i bëhet organizmit. Dhe ne thamë që çdo gjë që dëmton organizmin është e ndaluar. Doktor, ne ju falenderojmë për gjitha këto këshilla dhe informacione sa i përket agjerimit. Ka, siç e thamë në fillim, ka shumë për të folur, por besoj se gjërat kryesore edhe u thanë. Dhe të gjitha porosiat mendoj se i kanë marrë të gjithë shikuesit tanë deri më tani. Faleminderit shumë edhe një herë Argjira për këtë emision, sepse me të vërtetë është nevojë të flitet, që edhe popullata të di se si të veprojë. Unë të them të drejtën, nuk ndihemi plotësuar sepse kam shumë për të folur për këtë temë. Edhe ndoshta në të ardhmen edhe mund të organizohen tribuna, veç më kishim një tribunë javën që shkoj me Miftinin e Strugës, cilën i falenderoj për organizimin briljant cilën e bën, por unë kam dëshirë që këtu në këtë emision të shpresë që ka disa vite që mendoj për ta nisur një projekt me studentët e Fakultetit Mjekësisë në Tetov, ku dua që një nga këto le të themi parametrat fiziologjik, gjithsesi themi sheqerin, yndyrat dhe elektrolitët t'i bëjmë si analizë, si propozim projekt. Pra ky është para fillimit të Ramazanit dhe në mes edhe në fund të muajit të Ramazanit dhe 3 muaj pas Ramazanit. Ka qenë gjithmonë një ide në kokën time, por është e vështirë në terren të realizosh, por shpresoj që duhet gjejmë forcë për ta bërë në mënyrë që mos të marrim vetëm punime nga ata që ka punuar jashtë, po të kemi edhe punimet tona autentike dhe të tregojmë se me të vërtetë ka ose nuk ka dobi mënyrë se si ne e presim dhe e përcjellim Ramazanin. Për të vërtetuar të gjitha ato të cilat i themi me libër. Ju falenderoj shumë dhe një herë për të gjitha informacionet dhe që ndatë kohë aq më tepër pikërisht në këtë muaj. Faleminderit shumë edhe një herë.